Ne me bindje të madhe flasim që Islami i shikon njerëzit e gjithë të barabartë. Në rregull? Tha profeti alayhis salam, nuk ka vlerë as i bardhi ndaj të ziut, as arabi ndaj jo arabit, e të tjerë me radhë. Por tek Allahu xhaleshanu ka vlerë devotshmëria, ka vlerë ai i cili ka më shumë grada që të lartësohet tek Zoti xhaleshanu me anë të punëve të tij. Por zemra është ajo çfarë shikon Zoti. Por ama kur vjen puna këtë dituria, Allahu xhaleshanu nuk i trajton njerëzit të barabartë. Nëse i trajton Islami njerëzit të barabartë në të gjithë lëmin e jetës, duke i barazuar si njerëz, si qenie njerëzore, kur vjen puna tek dituria, Allahu thot kul hel yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Pyetja është retorike. Nuk mund të jenë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë. Dhe pikërisht këtë dallim thelbësor e ka bë Allahu xhalleshanu.